Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë. Kam kënaqësinë që të kem Evelina Azize, koordinatore kombëtare pranë rrjetit shqiptar për zhvillimin rural. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Si edhe Edison Axhami, specialist pranë qendrës së asistencës bujqësore dhe rurale në Kukës. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që jemi me ne. Ne u ndalëm pak edhe në pjesën e parë teksa sqaruam skemat kombëtare të mbështetjes, por i sollëm në vëmendje edhe disa problematika, sfida me cilat haset sektori bujqësor, që nga mungesa kreditimit, formalizimi, pra fakti që është e domosdoshme që numri i fermerëve të formalizuar të jetë edhe më i lartë, sepse kjo u jep akses qoftë në banka, qoftë në financë, përgjithsisht, por edhe në programet e mbështetjes. Në këto kushte, pra nuk është vetëm ky komponent, parcelizimi, pra janë disa sfida me cilat haset ky sektor dhe me cilat hasen fermerët. Sa e rëndësishme është që të jenë të informuar? Ne e dëgjuam me interes. Dhe mungesa e informimit është burim për këto probleme? Se duket sikur njëra shkakton tjetrën dhe rrjedhojat janë prej mungesës së informimit dhe asistencës. Shumë e drejtë pyetja që ngrini, edhe ne dëgjuam me shumë interes edhe intervistën që bët edhe me drejtoreshën e zonjën Ardita Kuçi, e cila theksoi shumë nevojën për informim dhe për edukimin e fermerëve. Tani, informimi dhe këshillimi bujqësor është një shërbim publik që ofrohet nga strukturat përkatëse publike, që janë agjensitë rajonale të ekstensionit bujqësor, të cilët kanë një numër jo të vogël të ekstensionistëve që kanë për qëllim informimin edhe edukimin e fermerëve, por jo vetëm informimin, por edhe ofrimin e asistencës teknike për të aplikuar, për të qasur instrumentave financiar, informim në lidhje me praktikat e mira bujqësore e të tjera, sepse sektori bujqësisë, ose le të themi fermerët, tashmë përveç sfidave që ju përmendët, përballen me ndryshimet klimatike, përballen me nevojën për të qenë të konkurrueshëm tashmë në procesin e integrimit evropian. Por edhe në këtë proces të ri që është përqasja dhe përafrimi me standardet e Bashkimit Evropian. Që është një mundësi e jashtëzakonshme që mbar gjithashtu dhe një risk shumë të madh. Kështu që informimi dhe këshillimi bujqësor është një element kyç dhe pikërisht për të adresuar problematikën që ka sektori informimi dhe këshillimi bujqësor, problematikën po njëkohësisht edhe duke ditur rëndësinë e madhe që ka në gjitha këto sfidat që ne përmendëm, bashkarisht me Edisonin dhe me kolegë të tjerë, kemi mundur që të prezantojmë, të ngrem një model mund të themi inovator të informimit dhe këshillimit bujqësor, nëpërmjet qendrave të asistencës bujqësore dhe rurale, që ndryshe nga ekstensionizmi që funksionojnë paralelisht në mënyrë private, funksionojnë paralelisht, por në frymë komplementare, në mbështetje me strukturat publike dhe në komunikim të ngushtë me to. Dhe fal një programi i quajtur Rural Albania, janë krijuar 3 qendra dhe funksionojnë 3 qendra të asistencës bujqësore dhe rurale në 3 zona malore. Pra nuk janë të dedikuara për fermerët, të cilët janë fermerë të vegjël, prodhues të vegjël, janë fermerë që janë larg tregut, larg aksesit të tregut, larg aksesit të instrumentave financiar, larg informimit dhe pikave ku ofrohet informacion. Janë zgjedhur qëllimisht këto zona? Po, logjika ka qenë e tillë që zonat malore janë zonat më të varfra të vendit tonë, ku edhe sfidat e bujqësisë janë edhe më të dukshme, më të thella dhe ndihma është emergjente. Kështu që këto qendra të asistencës bujqësore dhe rurale funksionojnë në 3 zona, në qarkun e Shkodrës, në qarkun e Kukësit dhe në qarkun e Dibrës, secila ofron një shërbim të specializuar dhe ofron shërbim të individualizuar. Dhe dua të them, për të dhënë mundësi më tej dhe kolegut, që fal funksionimit të qendrave të asistencës bujqësore dhe rurale, pra fal informimit të afërt të fermerëve, kemi të dhëna nga një studim i pavarur që kemi bërë, që është rritur aksesi në financa, duke mbështetur idenë që jo gjithmonë ka mungesë fondesh, po ka mungesë të ndërmjetësimit dhe të informimit. Patjetër. Edhe në këtë aspekt, pra kur flasim për informim dhe asistencë, është shumë e rëndësishme që të bëhet, të mundësohet një gjë e tillë, pikërisht për të lidhur apo për të ndërtuar urat ndërmjet 3 aktorëve, aktorëve faktor, që
që janë fermerët, janë institucionet, në këtë rast AZHBR, është edhe tregu. Pra një trekëndës që është shumë e rëndësishme mirë funksionimi, por domosdoshmëri për mirë funksionimin është informimi dhe asistenca. Tani, çfarë kanë ndryshe këto qendra në raport me informacionin që ofrojnë dhe asistencën që ofrojnë? Atëherë, si që të cek, qendrat e asistencës bujqësore dhe orale shtrihen në 3 rajonet më skajore të Shqipërisë së Veriut. Ky projekt është marrë si model nga Italia, duke qenë se Italia është një ndër shtetet që zhvillimin e bujqësisë ka shumë më lartë, dhe qendrat e asistencës bujqësore dhe rurale janë një model italian që është implementuar në Shqipëri nga organizatat tona që ne përfaqësojmë. Ne si organizata datë malore që operojmë kryesisht në rrethet malore të Shqipërisë, menaxhojmë qendrën e asistencës bujqësore dhe rurale në Kukës dhe qendrën e asistencës bujqësore dhe rurale në Dibër. Në Itali, krahas qendrave të asistencës bujqësore shtetërore, janë edhe qendrat e asistencës bujqësore private, që fermerët përveç aksesit që mund të kenë me ekstensionistët shtetëror, ata kanë marrin asistencë dhe konsulencë edhe nga këto qendra private. Dhe ky model, pra nuk është një formulë apo një skeme pa njohur, aplikohet edhe në vendet e tjera. Ky është modeli pra që aplikohet në Itali dhe qendrat tona, pra Veriu i Shqipërisë, është marrë si pilotim për këto qendra. Edison, në terma konkret, çfarë informacioni marrin fermerët në këto qendra? Informacioni, të gjitha informacionet që operohen në arebe, elaboron edhe nga ne. Pra asistencë në formalizim, asistencë në aplikime në grante të ndryshme, asistencë në shkrimin dhe planet e biznesit. Ne dëgjuam dhe drejtoreshën që ishte këtu. Agropikat, ndryshe nga ne, nuk e kanë të drejtë me ligj që ata të grumbullojnë dokumentacion për fermerët për aplikime që ato bëjnë në skemat mbështetëse dhe skemat edhe investimit, që ishte këto 2 vitet e fundit që u lançuan nga Ministria e Bujqësisë. Dhe ne si qendra të asistencës bujqësore, ne kemi këto të drejtë dhe ne kemi grumbulluar dokumentacionet të ndryshme për gjithë fermerët, i kemi përgatitur ato dhe më pas kemi bërë aplikime në AZHBR, ndryshe nga agropikat ose nga arebet që e kanë të ndaluar me ligj që të grumbullojnë dokumenta, thjesht informim. Pra, një fermer, në bazë të manualit, në bazë të udhëzuesit, i thotë, ti do grumbullosh këtë dokument, pastaj do i dërgosh me zarf në AZHBR, ndërsa tek ne është ndryshe. Ne i grumbullojmë dokumentat, bashkë me fermerin, i mbajmë ne në fletorët tona, në dosjet tona, të gjithë dokumentat e fermerëve, i nxjerrim. Pra nuk mbetet thjesht në kuadrin e dhënies së informacionit, por edhe një mbështetje fizike dhe pashtu ajo që neve na dallon nga arebi dhe agropikar, sepse fal projektit Rural Albania, infrastruktura jonë është shumë më e lartë në krahasim me zyrat shtetërore, sepse neve na është ofruar dhe makina që e mbulojnë gjithë territorin. Pra, kemi makina që shkojmë në përmale për të takuar fermer nga afër. Nuk vjen vetëm fermeri aty, po shkoni edhe ju tek fermeri. Po, ne shkojmë tek fermerët në male, në stane, në fusha dhe në zona shumë të thella, ku është shumë e pamundur të shkohet nga punonësit e shtetit. Dhe kjo është një gjë që na ka favorizuar ne dhe kemi shkuar, diskutuar me gjithë fermerët, kemi parë nga afër problematikat e tyre, krahas kësaj ne kemi hapur dhe disa dosje fermerësh, sistemi jonë Kobo2Box që është që e menaxhojmë, është një sistem online që e menaxhojmë dhe për çdo fermer ne kemi të dhënat tona me lokacion, me produktivitet që prodhon, me të dhënat e fermerit dhe në moment që është hap një skemë e ndryshme nga donatorë të huaj, nga organizata të huaja që kanë ardhur në zonat tona, po ashtu edhe nga ministria, ne direkt i kemi kontaktuar fermerët. Ka ardhur kjo mundësi, ka ardhur ky projekt, ka këtë sektor prioritet, hajde të zyra dhe aplikojmë për ato mundësi. Edison, kjo nuk bëhet në periudat caktuara, por bëhet për gjatë gjithë vitit?
për gjatë gjithë kohës kur ka donator në zonë, pra kur ka aplikime për projekte të ndryshme, si që ishte aplikimi i skemave të investimit në ZHBR, kemi pas disa projekte tjera nga Gizi, kemi pas edhe projekte tjera nga Gizi, kemi pas edhe projekte tjera nga ambasada britanike, që janë lanquar në zonë dhe ne duke shikuar, do me thonë, kushtet dhe regullat për të aplikuar në atë, i kemi asistuar fermerët në aplikime. Dhe nëse du të ceki si rezultat, ne nga gjithë fermerët, ne në sistemin ton të Cobalt Toolbox kemi 110 firma në të gjithë qarkun ton, pra Bashkin Kukës, Bashkin Has dhe Bashkin Tropoj. Ne kemi asistuar 65 fermer që janë subvencionuar ose kanë përfituar nga këto projekte që ne kemi asistuar. Pra, për këta fermer, 65 fermer, ne kemi përgatitur plane biznesi, kemi grumbulluar dokumentacionin në dur dhe kemi aplikuar në këto donacione dhe gjithë fermeret kanë përfituar. Dhe po ta përkthejmë në buxhet, në shuma, është rreth 380.000 euro fond që kanë përfituar fermerët tonë. Dihet që firmat tona janë firma të vogla familjare dhe nuk është se mund të konkuron, si që tha edhe drejtoresha më parë, që s'konkuron një fermer i Kukësit me një fermer të Lushnjës e të Firit, sepse vetë territori, vetë drejtimi që kanë janë të ndryshme. E ceku pak Edisoni, atë që në fakti paraprive kur thesh sa efekte kanë pasur dhe çfarë rezultatesh kanë dhënë, unë dalë edhe në terma konkret, pra se si ka impaktuar kjo asistencë e ofruar. Përgjigja e fermerëve, sa e rëndësishme është, pra, në momentin që ju qasemi edhe krijohen këto qendra që ju shërbejnë edhe i informojnë, por edhe i asistojnë ata. Edhe janë qendra të cilat nuk janë vetëm në postacione apo në vende të caktuara, por që shkojnë në çdo fshat për t'ju gjendur afër çdo fermeri. Është shumë e rëndësishme ai feedbacku, pra reagimi që përfitohet prej tyre. Sa të vetëdijshëm janë mbi rëndësinë e këtij procesi, sa interes kanë për t'ju ofruar këtyre qendrave për të marrë informacionin që ato kanë nevojë, por edhe asistencën për të dalë tek ajo që është më rëndësishme, mbështetja, pra finalizimi i mbështetjes. Përgjigjja e fermerit. Tani fermerët sepse në momentin që ka një reagim pozitiv apo një qasje pozitive, kjo dikton nevojën që ky projekt mos jetë një projekt i kufizuar, në kuptimin por të shtrihet edhe përtej tre qarqeve në cilat është aktualisht. Tani zhvillimet e kohëve që jetojmë, ndryshime klimatike, problematika, sfidat, e bën që fermeri mos ketë vetëm një uri për kujdesin ndaj kafshëve nëse është blektor, apo rritjen e kulturave, por duhet të ketë një uri edhe për ndryshime klimatike, edhe për ato kushtëzimet që drejtoresha përmendi, që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, edhe me kushtëzimet sociale, në mënyrë që të jetë një fermeri si që kërkon koha. Pra duhet të ketë shumë informacion për të kuptuar politikat, për të aplikuar, kështu që çfarë do lloj ndihme që i vjen fermerëve, qoftë në formën që qendrat e asistencës rurale dhe bujqësore e ofron, qoftë ekstensionistët publik, qoftë një projekt i kufizuar, gjithmonë është një ndihmë e madhe, sepse është një profesion që duhet të kesh shumë njohuri, dhe njohuria gjithmonë evolon, ndryshon, ka nevojë për përmirësime në teknologji, në ferm, kështu që ka nevojë gjithmonë për... Tani, ne kemi pilotuar një model, le të themi, jo të kopjuar nga Italia, por duke u ekspozuar me modelin italian, është përshtatur me realitetin shqiptar dhe me nevojat e terrenit. Dhe modeli italian është modeli që funksionon për të menaxhuar skemat sipas politikës së përbashkët bujqësore, që dhe drejtoresha e përmendi. Pra është një transformim i tërë institucional në mënyrë që skemat funksionojnë sipas politikës së përbashkët europiane, edhe Edisoni përmendi që kishin të dhëna dhe dosje për secilin. Pra nesër kur edhe ne të jemi pjesë e BE-s, do të aplikojnë skemat e Bashkimit Evropian dhe fermeri ka nevojë për atë asistencë, pra që të dhënat të jenë të arkivuara diku, të ruajtura në mënyrë që edhe aplikimi për financimin të jetë më i lehtë, më i saktë. Në jo pak raste ne jemi të vetëdijshëm që në jo pak raste pikërisht praktika të tilla bëhen
barriera për shumë fermer. Pra, askush nuk do donte që të siguronte një mal me dosje, në të njëjtën kohë të kishte informacionin plot. Në momenti që asistohet, bëhet më e lehtë edhe për ta. Pra, bëhet më e lehtë aksesi ndaj programeve, qofshin këto skema kombëtare, qofshin edhe programet që do na vinë me shpresë ndoshta edhe prej hapjes së programit tip part 3. Po, patjetër, është një mundësia më e afërt. Të paktën kështu është thënë, është thënë që është çështje kohe e rihapja e këtij programi. Po punohet edhe ka shpresa që mund të hapet shpejt. Ideja është që duke qenë se po pilotojmë një model të ri, ne kemi bërë një studim për të ditur se sa efektiv është ky model. Edhe patjetër janë intervistuar një kampionim i fermerëve përfitues të këtyre shërbimeve dhe dua të përmend çfarë ata kanë thënë përkundrejt shërbimeve që kanë marrë. Ideja është që ata kanë thënë që pa ndihmën e qendrës asistencës bujqësore dhe rurale, procesi i referojnë aplikimet në skemat e investimeve dhe në skemat mbështetëse, do të ishte më i gjatë dhe i paqartë. Dikush ka thënë që ata na udhëhoqën a pas hapi, pra ka qenë një asistent që është dhënë personalizuar për secilin fermer. Duhet të dimë që qendrat asistente bujqësore rurale gjithashtu kanë marrë edhe ekspertizë nga ekspertët që kanë ardhur nga rajoni Emilia-Romanjës, që edhe nga këto zyrat, dhe kanë mjete digjitale, kanë checklista që e bëjmë punën më të thjeshtë, më efikase. Gjithashtu norma, të gjitha aplikimet që janë dorëzuar në skemat kombëtare ose të investimeve. Janë finalizuar gjithë. Pothuajse kanë qenë të gjitha fituese sepse ka qenë një cilësi e lartë e përgatitjes së dokumentacionit. Qendra menaxhohet nga 2 të rinj, të trajnuar, me background shumë të mirë arsimor, por edhe të motivuar, të cilët kanë vajtur territori që mbulon zyra. Fermerët kanë detyrime në këtë proces? Atëherë gjithë procesi është falas, është falas, sepse është falas. Gjithashtu kanë përmendur që kur kemi pasur probleme me dokumentet, për shembull zyra agropikës apo Arebi i ka referuar sepse punojnë ngushtësisht, jo në konkurrencë, por në ngushtësisht për të mirën e fermerëve. Për herë të parë menduam se edhe ne mund të aplikonim, është fermer i vogël. Pra, zyrat asistencës bujqësore dhe rurale i kanë dhënë mundësi për herë të parë fermave të vegjël që deri më tani nuk kishin menduar se mund të aplikonin. Vetëm një moment. Edison ka pasur nga ato të cilët nuk kanë aplikuar në vitet e mëparshme dhe në sajt asistencës i kanë arritur që të përfshihen në skem. Pra, keni evidencë se sa prej tyre nuk kanë qenë të prirur, pra kanë qenë larg skemave apo jashtë skemave të mbështetjes dhe në momentin që janë asistuar janë bërë pjesë integrale. Pothuajse të gjithë këta 65 që unë përmenda, domethënë janë të gjithë përfitues nga skemat të donacioneve të huaja që kanë ardhur në zonë. Edhe pothuajse të gjithë këta nga 65 vetëm një 10% shqyrtyre mund të ketë qenë që ka marrë dhe më përpara mbështetje nga organizata. Pjesa tjetër fare, ka qenë hera e parë, domethënë me ndihmën tonë, me asistencën e vazhdueshme në të gjithë proceset, thuaj se të gjithë këta fermer, po flas për skemat e donatorëve të huaj. Sa i përket skemave të kombëtare, ka pas rreth 25 fermer që ne kemi asistuar në formalizimin e tyre, gjë që pastaj është bërë mundur dhe aplikimi në skemën mbështetëse ose skemën e investimit. Pra, rezultatet janë të dukshme, domethënë. Nëse mund të shtoj, një nga efektet, 3 janë efektet kryesore më të dukshme të funksionimit të qendrave të asistencës bujqësore dhe rurale, edhe pse në një kohë shumë të limituar. Do të themi 2023 kanë filluar të funksionojnë, studimi është bërë në 2023, shumë i shkurtër, dhe ka qenë një nga efektet kryesore të dukshme, të evidentuara me evidenca, është formalizimi. Të 3 qendrat asistencës rurale dhe bujqësore, fermerët që janë të regjistruar dhe përfitojnë, janë 76% të formalizuar përkundrejt 61% që ishin një vit më parë. Pra, duke, për shembull Kuksi, ku Edisoni dhe punon, e ka mbulimin e fermerëve, pra janë të formalizuar në masën 86%. Fermerët që qendrat i shërbejnë. Aplikimin në qasja në financë,
kemi një rritje nga 54% në 2023 që aplikoni në skemat kombëtare dhe ka arritur në 75% një vit më vonë fal kontributit dhe punës funksionimit të këtyre zyrave. Kurse qasja në financa, pra dhe në donator të tjerë, pavarësisht kanë fituar apo jo, është në universale, 99% e fermerëve kanë aplikuar, pra kanë informacion dhe kanë aplikuar në një skem, sepse ka pasur dhe donator të tjerë. Kemi një rritje shumë të madhe të grave për herë të parë që kanë qenë përfitues të skemave. Dhe kjo duhet ta vëmë duke. Po? Studimi analizon dhe përdor një qasje kontributive që do të thotë nëse shumë element nuk kanë ndryshuar për këto vite që kanë funksionuar qendra e asistencës bujqësore dhe rurale, atëherë çdo ndryshim që është arritur, çdo ndryshim pozitiv i atribohet funksionimit të këtyre qendrave, duke i kthyer këto qendra në instrumentin kryesor të ndryshimeve pozitive të arritura në zonë, edhe Edisonia përmendi dhe në terma financiar se sa ishin kthyer si investime dhe si mbështetje financiare në zonë. Pra nuk është një ndryshim i dukshëm, edhe mendohet tani sikur të kishim qendra të tilla që punonin në komplementaritet me administratën publike për të kuptuar efektin që mund të kenë në një sektor kaq të rëndësishëm dhe kaq sfidues. Domosdoshmëria që kjo të mos mbetet e shtrirë vetëm në 3 zona, por të gjejë zbatim në të gjithë Shqipërinë. Sa e mundur domosdoshmëria për partneritete publike private në ofrimin e shërbimit të këshillimit bujqësor. Ende ne nuk kemi folur dhe nuk kemi diskutim të mirëfill publik në lidhje me këtë shërbim, që është AJA. Nëse duam të kemi një bujqësi të zhvilluar, nëse po shkojmë drejt Bashkimit Evropian, duam të kemi një ferma konkurruese, që janë në arrim përputhshmërinë me standardet evropiane, që të kemi fermerë të edukuar, të informuar për çdo politike, për ndryshime klimatike dhe duhet patjetër që shërbimi i ekstensionit proces që do thotë pikërisht për të kërkuar që ky të mos jetë një shërbim i kufizuar vetëm në këto 3 zona, por të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Neve sa po bëm një tryezë kombëtare, pikërisht fal edhe dëshironim të ndanim këtë përvojë konkrete, edhe bazuar dhe me evidencat e studimit pavarur mbi efektivitetin e qendrave të asistencës rurale dhe bujqësore, por më shumë edhe për të diskutuar për informimin dhe këshillimin bujqësor, por më shumë për të diskutuar mbi qëndrueshmërinë e këtyre qendrave, sepse qendrat janë krijuar në kuadër të një projekti, projektet kanë një fillim, një mbarim, dhe për te i përfundimit të projektit, qendrat kanë gjasa që të mos funksionojnë në afatgjatë, sepse duhen burime, në mënyrë që të mirëmbajnë shërbimet. Kështu që qëndrueshmëria financiare, institucionale është një pikë kritike, pavarësisht gjitha, le të themi, rezultateve pozitive. Kjo është pika më e dobët në gjithë funksionimin dhe në gjithë të përpjekje të madhe që është bërë, kështu që bashkë me ministrinë u ulëm, diskutuam dhe me aktorët e interesit për të parë të mundësinë e qëndrueshmërisë së këtyre qendrave. Patjetër që qendra duhet të kenë një njohje institucionale, pra të njihen nga ministria, të njihen nga institucionet politik bërse. Sepse është më e lehtë edhe të bashkëpunojnë, bashkëveprojnë mes tyre. Të njihen në mënyrë institucionale, edhe gjithashtu duhet gjetur një model i qëndrueshëm financiar, që do të thotë patjetër që fermerët në studimin ton kanë treguar që janë gati të paguajnë, pra në një masë të madhe 73% thonë që jemi gati të paguajnë. Pra edhe ata vetë janë gati që të ndërgjegjshëm përkundrejt një tarife që ndoshta mund të jetë. Megjithatë, duhet të kuptojnë që pagesa do jetë simbolike, sepse është dhe kultura e shërbimit e informimit falas, por edhe të situatës ekonomike në cilat gjenden fermerët. Një mundësi e mirë financime mund të jenë me fermerët që aplikojnë në projekte të mëdha dhe djemt që ndihmojnë mund të marrin një përqindje të financimit, po edhe kjo është e vështirë. Megjithatë, duhet një mbështetje financiare e qëndrueshme nga qeveria, e kombinuar kjo dhe me mbështetje të donatorëve të ndryshëm, në mënyrë që kjo përvojë pilote, sepse duhet themi që është pilote, duhet konsolidohet për disa vite. Dhe kur konsolidohet, duhet marrë ky model dhe shtrihet në gjithë territorin e Shqipërisë, sepse nevoja është e dukshme, nuk ka nevojë të themi që ne ende nuk e kemi ndoshta në mënyrë metaforike, nuk e kemi ende një sektor që ecën me këmbët e veta, në kuptimin që një sektor që
të jetë i konsoliduar, por është një sektor që ka patjetër nevojë të vazhdueshme, të domosdoshme për mbështetje. Edhe hallka e asistencës e informimit është po kaq jetike e rëndësishme për funksionimin e këtij sektori. Dhe mësimi më i madh që nxori studimi është që gjithmonë flasim për mungesë fondesh. Në fakt ka mungesë të ndërmjetësimit dhe asistencës për të aksesuar ato fonde që janë të disponueshme. Kjo për të treguar rëndësinë. Edhe kjo nuk mund të prashë relative, në kuptimin që jo gjithmonë vjen për shkak të mungesës së informimit, se edhe fondet nuk është se kanë qenë asistencës dhe ndërmjetësimit. Nëse dua të shtoj diçka edhe fondet janë të rëndësishme se patjetër. Nëse dua të shtoj diçka te kjo te rezultatet që përmendi Evelina, ne jo në çdo rajon ndoshta këto rezultate nuk do përmbusheshin, sepse ne kemi edhe shtrirë, domethënë shtrira jonë fillon që herët, pra nga organizata që na menaxhojnë, pra organizata jona datmalore që operon kryesisht rrethet malore, Dibër, Kukës, Korç, po ashtu dhe Agropuka që është në rajonin e Pukës, duke qenë që këta organizata janë organizata prodhuesish dhe fermerë që në vitet 1996 e këndej, rrjetin e fermerëve e kanë pasur dhe duke qenë që ne pastaj me menaxhimin e këtyre qendrave ju jemi afruar fermerëve, pra kemi pasur domethënë rrjetizim dhe kjo na ka lehtësuar edhe ne aksesueshmërinë nëpër rajone, pra duke ditë nevojat e fermerëve, pra bashkëpunimi me fermerët nuk është tani në 2023, por daton që herët. Edhe kjo është një rezultat që ndoshta jo çdo rajon mund ta kishte përkthyer në këto rezultate që përmendëm, sepse mund ta kishte përkthyer në avantazh. Ose më lart varet në atë që organizata përfaqëson me një rajon. Shmardhënie besimi. Edhe ajo që du të theksoj Ada është se në qarkun e Kukësit ne kemi 4 lloje racash autoktone të imtash. Pra në Kukës kemi Delen Ruda që është autoktone e Lumës, në Has kemi Dhinë e Hasit, në Tropoj kemi Delen Bardhoke të Tropojës dhe Dhinë Cjapore të Dragobis. Pra, projekti ka synuar që këto fermer me këto raca të mbështeten dhe mbështetja jonë ka filluar që në gjërat më elementare, pra duke filluar të kryesorja që është pra jetesa e fermerëve në stane, sepse në rajonet tona siç dihet, edhe kjo është futur edhe në UNESCO, pra transhumanca, pra shtegtimi i baktive nga kullotat dimrore në ato verore dhe alpine, është që fermerët jetojnë një periudhë 6 mujore në stane dhe bën të vështirë jetesën për ta, sepse kushtet në stane dihet se si janë. Dhe me ndërhyrjen tonë, me projektin, ne kemi ndihmuar këta fermerë me panela diellore, pra në stane, që ata të kenë një jetë sa më të mirë, dhe po ashtu dhe procesin e rritjes baktive të jetë më i mirë, sepse gjatë kohës edhe kjo lidhet edhe me higjienën, pra, sepse një fermer kur shkon edhe mbjell baktin aty në pa drita shumë baktere mund të kontaminojnë qumshtin, ndërsa kur ka ndriçim ajo bëhet më e mirë. Pastaj gjëja tjetër është që këta fermerë janë mbështetur edhe me bidon inoksi transportues për në zonat fushore, pra që t'i sjellin nga stane prodhimin e tyre dhe t'i ruajnë në dhoma frigoriferike. Ne kemi mbështetur edhe me dhoma frigoriferike që këta fermerë gjithë këtë linjën zinxhirin pra të prodhimit ta kenë të siguruar, pra që nga prodhimi në mal të kenë një produkt të pastër gjatë transportit dhe magazinimit, sepse më përpara fermerët tanë produktin e qumshtit e bënin në djath në stane dhe pastaj gjenin tregun direkt që ta shisnin se përndryshe do prishej, kurse edhe me një çmim të ulët, kurse tani ai konkuron edhe me tregun. Ai vjen, e ruan shtëpinë e vet edhe e shet me një periudhë tjetër kur tregu ka mungesa dhe e shet me një çmim që atij i levërdis. Pra kjo do të thotë që qendrat asistencë bujqësore dhe rurale kanë rregulluar edhe pjesën e tregut. Jo shumë, por me gjëra të vogla, pra jemi në hapat e dur. Edhe duke mbetur pak tek racat që përmende, një orientim drejt një bujqësie të qëndrueshme, por edhe duke promovuar
autenticitetin. Sepse kjo është një problem shumë i madh, unë e them shpesh se edhe në profesion jam zooteknik, edhe politikat për ruajtjen e racave autoktone fatkeqësisht janë të mangëta. Mos më thënë që në vitet 1990 nuk ka më, nuk funksionon siç duhet instituti i zooteknisë, u bashkangjit me këto qendrat e transferimit bujqësor, teknologjive transferimit bujqësor, por nuk kemi një regjistër të racave autoktone. Dhe përderisa nuk e kemi një regjistër të racave autoktone, Faktun edhe kështu në mënyrë edhe ne në regjistrin ton të Cobalt to Box ne kemi pra raca e mbashtimit në shumë në fletorët e fermerit që përmendi edhe drejtoresha kur ishte. Po i bëni shërbim jo vetëm fermerit, por edhe institucioneve. Edhe institucioneve, sepse edhe bashkitë, edhe institucionet, ne kemi partneritet shumë të ngushtë me agropikat, me arebet, me autoritetin kombëtar të veterinarisë dhe me bashkitë. Kemi një partneritet shumë të ngushtë saqë gjithë informacionet që kemi ne, statistikat, i shkëmbejmë. Edison, kaq sa the, do të rekrutojnë dhe këta t'jugut tani. Ne shpresojmë që modeli jonë... Do me thënë, fermerët e jugut flasë. Të produkte tipike lokale, gjithashtu djemët e zonë e zyrës në Kukës, kanë ndihmuar dhe me formalizimin e një SBB-je për pataten e Shishtavecit, kurse në Dibër kanë ndihmuar fermerët për të bashkuar dhe për të regjistruar qershinë e Dibrës. Gjithashtu kanë ndihmuar dhe fermerët dhe me teknologji moderne, siç është hidrokulleri. Qershia e Dibrës është nga më të mirë ato. Kanë punuar dhe me produktet tipike lokale, që japin vlerë, që janë vlerë shtuar. Po punojmë, sepse kemi lobuar shumë që të krijohet një shoqëri bashkëpunimit bujqësor, dhe fermerët në Shishtavec janë bërë bashk dhe kanë krijuar SBB-n Patatja e Shishtavecit, pra shoqëria e bashkëpunimit bujqësor, që këta fermerë të gjithë të mbjellat e tyre, prodhimet e tyre, t'i bëjnë bashk dhe të kenë mundësi që ata të konkurrojnë tregun, me mbështetjen tonë, ata kanë marrë shumë pajisje të ndryshme që i ndihmojnë në prodhimin e patates. Tani po punojmë për seleksionimin e patates, po punojmë për një projekt tjetër që do mundosojmë që këta fermerë të mbështesin me një linjë seleksionuese patates, që patatja nesër të dalë e paketuar dhe me logon Patatja e Shishtavecit në treg, që konsumatorit të di se po e merr patatën e Shishtavecit dhe jo patatën e Lushnjës. E qartë, mirë. Unë ju falenderoj, kënaqësi shumë, Evelina, Edison, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë si gjithmonë nesër në orën 16:00, deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.